Në finale, jeni fut me portier të lëndum. Po. Edhe realisht te puna se ndesha ka shku në penallti, te penalltit nuk keni mujt me llogarit në portier. E vërtet. Çka bënët për me fitu, se gjithmonë te ekipa dikon del një hero. Te ekipa jon fatkeqësisht portieri u lëndua në gjysmën finale, edhe u mundu me trajtu, e kishim edhe infermierin me veti, u mundu me trajtu, me bandazhu dorën, po portieri kishte si duket një lloj çami këtu, po na gjatë ndeshjes të rrezikuam me to, hinëm. E kaloi pjesën e ndeshjes. Po deri në fund. Edhe në fund unë e diskutoj edhe me portierin, i them se çush po e nin veten, edhe portieri do thotë çdo top që kushtimisht i vjen të nënën e gjatë tina ka qenë shumë problem për ta me mbrojt, edhe na vendosin në fund që me bën një zavendësim në sekondat e fundit, edhe me fut në lojë kapitenin Albanin, i cili Albanin pozitën e portierit. Albani lejtari më i mirë i turneut deri në atë moment, e kthehet nga sulmi në port, edhe i mbron 4 penallti, ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Bile në fund gjatë një interviste me një gazetare daneze, e pyet gazetare, thotë ti ke sulmuar, thotë po ç'a bone që i pritet këto 4 penallti. Thot, veç që kom thonë mendjes teme, gjuju se nej se e mbron. Edhe thot i kom mbrojt. Edhe me të vërtet ka qenë një gëzim shumë i madh, dhe i joni edhe i gjithë kanë ardhur shumë me na përkrah, dhe shumë shqiptarë.